Në një rezidencë të heshtur, një vajzë e paralizuar dhe një baba i largët jetojnë në botë të ndara nga zia. Gjithçka ndryshon kur një kujdestare e fortë kalon atë derë, duke sjellë ngrohtësi, ngjyra dhe praninë e saj. Pak nga pak, e qeshura kthehet, penelat marrin jetë dhe babai e gjen sërish vajzën e tij në dyshemen e një dhome. Aty, mes ngjyrave dhe lotëve, lind një familje e re, ku pasuria e vërtet është dashuria që mbetet. Përpara se të fillojmë këtë histori, mos harroni të abonoheni në kanalin ton, të lini një pëlqim në video, gjë që është shumë e rëndësishme për ne, dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni këtë histori. Robert Hekuran Aliu e kishte ditur gjithmonë se suksesi e kishte çmimin e vet në moshën 42 vjeçare, ai kishte ndërtuar një perandori teknologjike që e kishte vendosur mes njerëzve më të pasur të Shqipërisë. Kompania e tij, Albatech, dominonte tregun e zgjidhjeve digjitale për agrobiznesin, dhe emri i tij nderohej në sallat e mbledhjeve nga Tirana në New York. Por atë pasdite të enjte, kur shoferi parkoi Mercedesin e zi përballë portës së hekurit të farkëtuar të vilës së tij në blok, Robert nuk ndihej si një fitimtar. Ai ndihej si një fantazm që kthehej në vendin ku dikur kishte qenë i lumtur. Kishin kaluar më shumë se një vit që nuk ishte kthyer në shtëpi para orës 9 të mbrëmjes. Më shumë se një vit që shmangte korridoret e heshtura, pikturat e pluhurosura, kujtimet që qëndronin pezull si tym në çdo dhomë të asaj shtëpie 3-katëshe. Por sot diçka e kishte shtyrë të anulonte mbledhjet e pasdites, të injoronte telefonatat e pandërprera të asistentit të tij dhe të kërkonte të shkonte drejt në shtëpi. Ndoshta ishte lodhja që mbante në kocka, ose ndoshta ishte letra që kishte marrë në mëngjes nga një spital në Durrës, që i kujtonte se vajza e tij kishte munguar në 3 seancat e fundit të fizioterapisë. Isabela. Emri i së bijes i bëri Jehon në mendje si një melodi që ishte përpjekur ta harronte për 18 muaj. 18 muaj që kur bota u shem mbi kokat e tyre në një natë shiu të Marsit, kur një shofer i dehur vendosi se argëtimi i tij vlente më shumë se jeta e një familjeje të tërë. 18 muaj që kur Helena, gruaja e tij, partnerja e tij prej 15 vitesh, e la këtë botë në sediljen e pasagjerit të BM-s së tyre, ndërsa ai, në timon, doli pa asnjë gërvishtje. Një mrekulli, than mjekët. Një mallkim, e dinte Roberti. Chelsea u rrotullua në brav me një klikim metalik që dukej se bëri Jehon në të gjithë shtëpinë. Roberti shtyu derën e drurit të Moganit dhe u prit nga aroma e njohur e livandës dhe drurit të lyer me dyll, një erë që nëna Drita, kujdestarja e shtëpisë, e mbante me përkushtim fetar edhe në mungesë të tij. Nëna Drita, që punonte për familjen prej më shumë se 10 vitesh, që e kishte parë Isabelën të hidhte hapat e parë në po atë hol hyrjeje, që i kishte mbajtur dorën Helenës në momentet e dhimbjes së lindjes, që kishte qarë më shumë se ai vetë ditën e varrimit. Roberti mbylli derën pas vetes dhe qëndroi në hol, duke dëgjuar heshtjen që ishte bërë kolona zanore e jetës së tij. Por pastaj, nga kati i dytë, një tingull e bëri të ngrijë. Një e qeshur. Një e qeshur kristalore, fëminore, plot jetë. Një e qeshur që nuk duhej të ekzistonte në atë shtëpi, jo më. Këmbët e tij lëvizën vetë drejt shkallëve të mermerit. Me çdo shkallë, e qeshura bëhej më e qartë, më reale, më e pamundur. Kur arriti në katin e dytë, tingulli vinte qartë nga dhoma e Isabelës, ajo dhomë roz që ai e kishte shmangur për më shumë se një vit, ku lodrat e vajzës së tij qëndronin të paprekura që nga ajo natë fatale. Roberti ju afrua derës gjysmë të hapur dhe ajo që pa e bëri të ndalonte frymëmarrjen. Isabela e tij e vogël, ishte jashtë karriges me rrota. Një grua e panjohur e mbante në krah, duke u rrotulluar në radhë të ngadalë, duke e bërë të fluturonte si një aeroplan. Të dyja ishin të mbuluara me bojra me ngjyra, kishte letra të shpërndara nëpër dysheme, penela në enë të improvizuara, dhe fytyra e vajzës së tij ishte e ndriçuar nga një buzëqeshje që ai nuk e kishte parë për 18 muaj. Për një moment, Robertit ju duk sikur po vëzhgonte një skenë nga një jetë tjetër, nga një botë paralele ku tragjedia nuk kishte ndodhur kurrë. Por pastaj realiteti e goditi si një grusht në stomak. Kush ishte ajo grua? Çfarë po bënte aty? Dhe pse ajo kishte arritur të zgjonte te vajza e tij diçka që ai, babai i saj, nuk kishte arritur dot gjatë gjithë asaj kohe? Pa bërë zhurmë, Roberti u tërhoq nëpër korridor. Zbriti shkallët si një hajdut në shtëpinë e tij dhe u mbyll në zyrë, ku muret prej lëkure dhe trofet e biznesit e pritën me ftohtësinë e tyre të njohur.
Aty, i ulur në koltukun prej lëkure italiane që Helena ja kishte zgjedhur në muajin e tyre të mjaltit në Milano, Roberti më në fund lejoi që lotët që kishte mbajtur për 18 muaj të fillonin të rridhnin. Kujtimi erdhi siç vinte gjithmonë, i qartë dhe mizor, çdo detaj i ruajtur në mendjen e tij si një fotografi makabre. Ata po ktheheshin nga një darkë në restorantin Padam, duke festuar mbylljen e një kontrate milionëshe që siguronte zgjerimin e Albatech në tregun amerikan. Helena ishte e bukur atë natë, e veshur me fustanin blu të errët që ai ja kishte blerë në Paris, duke qeshur me shakat e tij të dobëta, duke planifikuar pushimet që do të bënin si familje në fund të muajit. Isabela flinte në sediljen e pasme, e lodhur pas një dite të tërë në shkollë dhe në notë, flokët e saj kaçurela të shpërndara mbi arushin prej pelushi që ja kishte dhuruar e ama për ditën e fëmijëve. Shira kishte filluar të binte kur ata morën autostradën Tiranë-Durrës. Roberti uli shpejtësinë, gjithmonë i kujdesshëm, gjithmonë i përgjegjshëm. Helena komentoi diçka për trafikun, se si po arrinin herët në shtëpi, se si Isabela do të ishte e lumtur që nuk do t'i duhej të zgjohej herët të nesërmen. Ishin fjalët e fundit që ajo tha. Makina erdhi nga ana, një Ford Fiesta i kuq i drejtuar nga një djalë 22 vjeçar që kishte kaluar natën duke pirë në një lokal në zonën e ish bllokut. Djali ishte përpjekur të parakalonte 2 makina njëherësh dhe kishte humbur kontrollin në rrugën e lagur. Përplasja ishte shkatërruese. Bëmja e Robertit u rrotullua 3 herë para se të ndalonte me kokë poshtë në një kanal anës rrugës. Kur Roberti rifitoi ndjenjat, ishte ende i mbërthyer nga ripi i sigurimit, gjaku i rrifte nga një prerje në ballë. Helena ishte pranë tij, e palvizshme, sytë e hapur por bosh, duke parë diçka që ai nuk mund ta shihte. Në sediljen e pasme, Isabela rënkonte lehtë, e ndërgjegjshme por e paftë të lëvizte, këmbët e saj të bllokuara në rënojat e sediljes që ishte shkëputur nga përplasja. Zjarfiksit arritën 20 minuta më vonë. 20 minuta gjatë të cilave Roberti mbajti dorën e ftohtë të gruas së tij dhe i përshpëriti fjalë ngushëllimi vajzës së tij, duke i premtuar se gjithçka do të shkonte mirë, se së shpejti do të ishin në shtëpi, se ishte vetëm një makt që do të kalonte. Gënjeshtra që do të bëheshin të vërteta edhe më të dhimbshme në javët që pasuan. Helena u shpall e vdekur në vendngjarje. Ekspertiza më vonë zbuloi se ajo kishte vdekur menjëherë, se nuk kishte vuajtur. Ky informacion duhej t'i sillte ndonjë ngushëllim Robertit, por vetëm ia shtonte fajin. Pse ai? Pse ishte kursyer? Pse nuk kishte arritur ta mbronte familjen e tij? Isabela mbijetoi, por dëmet në shtyllën e saj kurrizore ishin të pakthyeshme. Mjekët i shpjeguan me delikatesë se ajo nuk do të ecte më kurrë, se do të kishte nevojë për kujdes të veçantë, për fizioterapi të vazhdueshme, për një lloj të ri jete. Roberti dëgjoi çdo fjalë sikur të thuheshin në një gjuhë tjetër, i paftë të përpunonte se vajza e tij, që kishte hedhur hapat e parë në po atë hol ku ai qëndronte pak çaste më parë, nuk do të vraponte më kurrë nëpër korridoret e shtëpisë. Nuk do të ngjitej më kurrë në krevatin e prindërve të dielën në mëngjes, nuk do të ishte më kurrë vajza çapkëne dhe plot jetë që ai kishte njohur. Muajt që pasuan ishin një mjegull spitalesh, avokatësh, funerali dhe heshtjeje. Roberti u përpoq të ishte i fortë, u përpoq të ishte babai që i duhej Isabelës, por çdo shikim i vajzës së tij e kthente te ajo natë e tmerrshme. Ajo kur nuk e fajsoi, kur nuk e pyeti pse nuk kishte arritur ta shmangte aksidentin, por Roberti e shihte pyetjen në sytë e saj, ose të paktën mendonte se e shihte. Faji u rrit brenda tij si një kancer, duke u ushqyer me çdo seancë fizioterapie që shoqëronte, me çdo lot që Isabela derte kur mendonte se ai nuk po e shikonte, me çdo natë kur ajo zgjohej duke bërtitur, duke thirrur nënën që nuk do të vinte më kurrë. Atëherë Roberti filloi të largohej. Fillimisht ishin mbledhjet që zgjateshin deri vonë. Pastaj udhëtimet e biznesit që më parë i shmangte. Brenda pak kohe, ai po jetonte më shumë në zyrën e kompanisë se sa në shtëpi, duke u zhytur në punë sikur kontratat milionëshe mund të fshinin dhimbjen, sikur suksesi profesional mund të kompensonte dështimin personal. Nëna Drita mori përsipër kujdesin për Isabelën me përkushtimin e një gjysheje, por Roberti e dinte se nuk mjaftonte. Vajza e tij kishte nevojë për kujdes të specializuar, për fizioterapi, për stimuj që një kujdestare shtëpie 60 vjeçare, sado e përkushtuar, nuk mund t'i ofronte. Atëherë erdhën kujdestarët. I pari ishte një infermier me përvojë që zgjati vetëm 2 javë para se të jepte dorëheqjen, duke thënë se nuk mund ta përballonte atmosferën e rëndë të shtëpisë.
E dyta ishte një fizioterapiste e rekomanduar nga spitali, që duroi 1 muaj para se të gjente një justifikim çfarëdo për t'u larguar. Kishte të tjerë, gjithmonë kishte të tjerë, por asnjë nuk arrinte të përballej me heshtjen mbytëse që ishte instaluar në atë shtëpi, me një vajzë që dukej se kishte hequr dorë nga jeta dhe me një baba që ishte vetëm një hije e rastësishme në korridore. Roberti e dinte se po dështonte si baba, e dinte se Isabela po fishkej në vetmin që ai kishte krijuar rreth saj. Por gjithmonë kishte një mbledhje të rëndësishme, një kontratë urgjente, një udhëtim të pashmangshëm. Ishte më e lehtë të zgjidhje problemet e botës së biznesit se sa të përballeshe me shikimin e vajzës tënde, më e thjeshtë të ndërtoje perandori financiare se sa të rindërtoje një familje të shkatëruar. Dhe pastaj, atë pasdite të enjte, diçka kishte ndryshuar. Ndoshta ishte letra nga spitali që i kujtonte seancat e humbura. Ndoshta ishte raporti që asistenti i tij kishte lënë mbi tavolinë, duke treguar se Albatex kishte arritur 3 mujorin më të mirë në histori pikërisht kur jeta e tij personale kishte arritur fundin. Ose ndoshta ishte thjesht lodhja e të mbajturit kaq shumë peshë vetëm, raskapitja e të shtirurit se gjithçka ishte në rregull kur asgjë nuk ishte në rregull. Roberti shikoi orën e tavolinës që Helena ia kishte dhuruar në përvjetorin e parë të martesës. 4:30 e pasdites. Isabela ndoshta do të ishte duke bërë ushtrimet e fizioterapisë, ose duke studiuar me mësuesin privat që nëna Drita kishte punësuar, ose thjesht duke parë nga dritarja siç bënte shumicën e ditëve. Të paktën kështu imagjinonte Roberti, sepse kishte kaq shumë kohë që nuk kalonte një pasdite në shtëpi saqë kishte humbur plotësisht ritmin e jetës së vajzës së tij. Por ajo e qeshur ndryshonte gjithçka. Ajo e qeshur që ai nuk e dëgjonte prej 18 muajsh, ajo gajasje kristalore që dikur bënte jehon në të gjithë shtëpinë kur Helena i bënte gudulisje Isabelës, ose kur luanin kukafshehtas, ose kur shikonin bashkë filmat vizatimor që Robertit i dukeshin gjithmonë budallallqe, por që tani do të jepte gjithçka për t'i parë përsëri. Kush ishte ajo grua që kishte arritur ta zgjonte vajzën e tij? Si kishte arritur në pak ditë ose javë atë që ai nuk e kishte arritur për më shumë se një vit? Dhe pse Roberti ndjente, përveç mirënjohjes së dukshme, një thumbim xhelozie të hidhur, një zili të dhimbshme për dikë që kishte qenë në gjendje t'i kthente jetën vajzës së tij, ndërsa ai arrinte të ishte vetëm një burim i vazhdueshëm trishtimi dhe braktisjeje? Zyra po errej kur Roberti më në fund u ngrit nga koltuku. Jashtë, lëvizja tipike e fundit të pasdites në Tiranë krijonte një simfoni urbane motorësh, borish dhe zërash të largët. Jeta vazhdonte rrjedhën e saj normale për miliona njerëz, por në atë shtëpi, në katin e dytë, një revolucion i vogël po ndodhte. Vajza e tij po qeshte përsëri. Roberti e dinte se duhej të ngjitej, se duhej ta njihte atë grua misterioze, se duhej të kuptonte si kishte arritur të pamundurën. Por gjithashtu e dinte se nuk ishte i përgatitur. Jo akoma. Pas 18 muajsh duke u fshehur pas punës dhe fajit, ai nuk dinte më si të ishte baba, nuk dinte më si ta shikonte Isabelën pa parë aksidentin, pa ndjer peshën dërmuese të dështimit. Atëherë vendosi të priste. Do të priste derisa ajo grua të largohej, do të fliste me nëna Dritën, do të zbulonte kush ishte dhe çfarë po bënte aty. Pastaj, ndoshta, do të gjente guximin të ngjitej në dhomën roz dhe të përballej me sytë e vajzës së tij për herë të parë pas shumë muajsh. Sepse një gjë ishte e qartë, ndërsa Roberti dëgjonte jehona të largëta të asaj të qeshure që mendonte se e kishte humbur përgjithmonë, diçka kishte ndryshuar në atë shtëpi. Dhe, për herë të parë në 18 muaj, ai lejoi vetes të ndjente një shkëndim mikroskopike të diçkaje që i ngjante shpresës. Po binte nata mbi Tiranë kur Roberti më në fund dëgjoi hapa që zbrisnin shkallët. Zëra të ulët në hol, një lamtumire për zemërt në ship dhe pastaj tingulli i derës që mbyllej. Nëna Drita u ngjit përsëri, ndoshta për të ndihmuar Isabelën me darkën dhe kujdesin e natës. Dhe Roberti mbeti në zyrë vetëm me mendimet e tij dhe me kujtimin e asaj të qeshure që kishte ndryshuar gjithçka, duke e ditur se të nesërmen do t'i duhej të merrte një vendim. Do t'i duhej të zgjidhte mes vazhdimit të fshehjes pas suksesit të biznesit ose gjetjes së guximit për t'u bërë sërish baba. Dhe për herë të parë pas shumë kohe, Roberti nuk ishte i sigurt se cilën rrugë do të zgjidhte. Marina Vlora kishte mësuar që në moshë të re se jeta rrallëherë ofronte shanse të dyta, por kur ato vinin, duhej t'i kapje fort. Në moshën 28 vjeçare, ajo mbante mbi shpinë peshën e të qenit nën beqare, Eve dhe burimi kryesor i të ardhurave për një familje që përbëhej nga ajo dhe vajza e saj Sofia, 5 vjeçe.
por atë mëngjes të hënë, ndërsa ngjiste shkallët e mermerit të vilës në blok, Marina ndjente diçka ndryshe që i pulsonte në gjoks. Ndoshta ishte shpresë, ose ndoshta ishte thjesht nevoja dëshpëruese që ajo punë të shkonte mbar. Nëna Drita e priti te dera e pasme, siç ishte zakon me punonjësit. Kujdestarja, një grua me flokë të thinjur të mbledhur në një topuz perfekt dhe sy të mirë që kishin parë shumë në jetë, e studioi Marinën nga kokat e këmbët me shikimin me përvojë të dikujt që kishte parë shumë kujdestar të hynin e të dilnin nga ajo shtëpi muajt e fundit. Marina kishte veshur fustanin e saj më të mirë, një model të thjeshtë prej pëlhure blu të errët që e kishte blerë në një ulje në Çegë 3 vjet më parë, kur ishte ende e martuar dhe mund t'ia lejonte vetes luksin e blerjes së rrobave të reja. Flokët e saj gështenjë ishin të lidhur në një bisht kali funksional dhe ajo mbante një çantë prej lëkure sintetike ku ruante cvën, referencat dhe një kuti të vogël me lapsa me ngjyra që e merrte gjithmonë me vete për punët me fëmijë. Vetë nëna Drita kishte bërë kontaktin. Pasi pa edhe një kujdestar tjetër të hiqte dorë nga familja Aliu, ajo kishte kërkuar kushërirën e saj Luljetën, e cila punonte në një agjenci kujdestarësh të specializuar. Luljeta e njihte Marinën përmes kishës së Shëmpalit, ku të dyja ndiqnin meshën e së dielës me vajzat e tyre. Kur mësoi se familja kishte nevojë për dikë që të kujdesej për një vajzë me nevoja të veçanta, Luljeta menjëherë mendoi për Marinën. Marina nuk kishte formim specifik në fizioterapi apo infermieri, por kishte diçka që shumë profesionistë të kualifikuar nuk e kishin, përvojë reale me dhimbjen, humbjen dhe rifillimin. Burri i saj, Genti, kishte vdekur në një aksident pune 2 vjet më parë, duke e lënë vetëm me Sofin dhe një borxh spitalor që ende e përndiqte. Që atëherë, ajo punonte në 3 punë të ndryshme, në mëngjes kujdesej për të moshuarit në një azil në Pazarin e Ri, pasdite jepte mësim privat për fëmijët e lagjes dhe netëve pastronte zyra në qendër të qytetit. Kur Luljeta i foli për vendin e punës në shtëpinë e familjes Aliu, Marina hezitoi. Kishte dëgjuar histori për familje të pasura që i trajtonin punonjësit si mobilje, që kërkonin përkushtim total pa ofruar respekt në këmbim. Por paga e ofruar ishte 3 herë më e madhe se shuma e punëve të saj të tjera dhe përfshinte kupon transporti dhe ushqimi. Më e rëndësishmja, do të ishte një punë nga e hëna në të premte, nga ora 8 e mëngjesit deri në 5 të pasdites, gjë që do të thoshte se mund të kalonte mbrëmjet dhe fundjavat me Sofin për herë të parë në 2 vjet. Nëna Drita e udhëhoqi Marinën nëpër korridoret e heshtura të shtëpisë, duke i treguar dhomat kryesore dhe duke i shpjeguar rutinën shtëpiake. Vila ishte mbresëlënëse, me mobilje që ndoshta kushtonin më shumë se paga vjetore e Marinës, piktura që dukeshin si të dala nga muzet dhe një dekor që përziente elegancën evropiane me prekje shqiptare. Por kishte diçka shtypse në ambient, sikur ajri të ishte më i rënd, sikur vetë shtëpia të ishte në zi. Ndërsa ecnin, nëna Drita filloi të tregonte historinë e familjes. Foli për Helenën, gruan e ndjer, e cila e kishte kthyer atë shtëpi në një vatër plot jetë dhe të qeshura. Tregoi për Robertin, burrin mungues, i cili që nga aksidenti praktikisht jetonte në zyrën e kompanisë. Dhe më në fund foli për Isabelën, vajzën që ishte bërë qendra e shqetësimit të saj. Kujdestarja nuk e fsheu vështirësinë e situatës. Isabela, shpjegoi ajo, ishte bërë një fëmijë krejtësisht ndryshe pas aksidentit. Më parë ishte fjalë shumë, kurioze, plot energji. Tani i kalonte ditët në heshtje, rallëherë hante, nuk tregonte interes për asgjë. Kishte refuzuar të gjithë kujdestarët e mëparshëm, jo nga armiqësia, por nga një indiferencë që ishte edhe më e dhimbshme. Mjekët thoshin se ishte depresion fëminor, një reagim natyral ndaj traumës dhe humbjeve që kishte pësuar. Rekomandonin terapi, ilaçe, stimuj të vazhdueshëm. Por si të stimulojë një fëmijë që dukej se kishte hequr dorë nga jeta? Si ta mjekoje mallin? Si të bëje terapi me dikë që refuzonte të fliste? Kur arritën në katin e dytë, nëna Drita ndaloi përballë një dere roz të dekoruar me ngjitse fluturash që ndoshta Helena i kishte ngjitur aty vite më parë. Përtej asaj dere ishte sfida më e madhe profesionale që Marina kishte hasur ndonjëherë. Dhoma e Isabelës ishte një shenjtërore e ruajtur e një fëmijërie të ndërprerë. Muret roz ishin të mbuluara me vizatime që vajza kishte bërë para aksidentit, detyra shkolle me yje të artë, foto familjare ku të gjithë buzëqeshnin. Një raft mbante libra për fëmijë, kukulla të rreshtuara me kujdes ushtarak dhe lojra edukative që nuk ishin prekur prej muajsh. Në qendër të dhomës, pranë krevatit me baldakin të bardhë, ishte një karrige me rrota për fëmijë, ngjyrë roz, që dukej më e madhe se banorja e saj.
Isabela ishte ullur në karrige duke parë nga dritarja që jepte nga kopshti i pasmë. Flokët e saj kaçurela, që në fotot e shpërndara në përdhom shkëlqenin nga shëndeti, tani ishin të zbehtë dhe të shprishur. Ajo mbante një pijame roz të çelet prej fanellate që i rinte e lirshme në trupin e saj të dobët dhe kishte në sy atë shprehje të largët që Marina e njihte mirë, ishte shikimi i dikujt që kishte hequr dorë së prituri që gjërat të përmirësoheshin. Nëna Drita bëri prezantimet me zë të butë, duke shpjeguar se Marina do të ishte kujdestarja e re, se ajo do të vinte çdo ditë për t'i bërë shoqëri dhe për ta ndihmuar me ushtrime. Isabela nuk u përgjigj, nuk e shikoi Marinën, nuk tregoi asnjë reagim. Thjesht vazhdoi të shikonte kopshtin sikur dy gratë të mos ekzistonin. Marina ndjeu një shtrëngim në gjoks që e njihte mirë. Ishte e njëjta ndjesi që kishte përjetuar kur Sofia kishte qarë për 3 muaj rresht pas vdekjes së babait, kur vajza e saj refuzonte të hante, të luante, të buzëqeshte. Ndjesia e të qenit përballë një dhimbjeje kaq të thellë sa dukej e pamundur për t'u prekur, e lëre më për t'u shëruar. Por Marina gjithashtu njohu diçka më shumë në sytë e Isabelës. Prapa apatisë, prapa heshtjes, kishte një shkëndim mikroskopike të diçkaje që mund të ishte kuriozitet. Vajza e kishte vënë re praninë e saj, edhe pse shtirej sikur jo. Dhe kur Marina hapi çantën dhe nxori kutinë e vogël me lapsa me ngjyra, pa Isabelën t'i hidhte një shikim të shpejtë, pothuajse të padukshëm, para se të kthehej sërish te dritarja. Nëna Drita u largua pasi i shpjegoi oraret e vakteve dhe ilaçeve, duke e lënë Marinën vetëm me Isabelën. Shtëpia ra në heshtje, e thyer vetëm nga tiktaku i orës së murit dhe nga zhurma e largët e trafikut të Tiranës. Marina nuk u përpoq të niste bisedë me zor. Në vend të kësaj, tërhoqi një karrige derisa u ul pranë Isabelës dhe thjesht qëndroi aty. Hapi kutinë me lapsa me ngjyra, nxori një flet letre të bardhë që e mbante gjithmonë në çantë dhe filloi të vizatonte. Jo një vizatim të ndërlikuar, vetëm forma të thjeshta, një shtëpi, një pemë, një diell me fytyrë të qeshur. Për 15 minuta, Marina vizatoi në heshtje. Isabela vazhdoi të shikonte nga dritarja, por Marina e kuptonte se vëmendja e vajzës ishte e ndarë mes kopshtit jashtë dhe letrës që mbushej me ngjyra pranë saj. Kur mbaroi vizatimin e parë, Marina e la mbi tavolinë dhe filloi një tjetër. Këtë herë vizatoi një familje, një burr, një grua dhe një vajzë, të gjithë të kapur për dorë. Atëherë Isabela më në fund foli. Zëri i saj doli si një përshpërim e ngjirur, sikur të mos ishte përdorur prej shumë kohësh. Mami im vizaton më mirë se ti, Marina ndjeu zemrën t'i rrite fort. Fjalët e para. Ajo vazhdoi të vizatonte sikur asgjë të mos kishte ndodhur, por për brenda po festonte. Jam e sigurt që vizaton, u përgjigj Marina natyrshëm. Mund të ma mësosh si bën ajo? Isabela ktheu kokën për herë të parë, duke e parë drejt për drejt Marinën. Sytë e saj ishin të gjelbër si të Helenës në foto, por mbanin një trishtim që asnjë fëmijë nuk duhej ta njihte. Ajo nuk është më këtu, tha Isabela, sikur po testonte nëse Marina e dinte tashmë të vërtetën. E di, u përgjigj Marina butësisht. Nëna Drita më tregoi. Më vjen shumë keq. Isabela studioi fytyrën e Marinës për një moment, duke kërkuar shenja mëshire apo falsiteti. Nuk gjeti asnjërin prej tyre. Marina nuk kishte sy të përlotur nga dëmshuria, as buzëqeshje të sforcuara të dikujt që do të gjallërojë me çdo kusht. Kishte vetëm një shprehje të qetë të dikujt që e kuptonte se disa dhimbje ishin tepër të mëdha për t'u minimizuar me fjalë. Edhe ti ke humbur dik, tha Isabela. Nuk ishte një pyetje. Marina ndaloi së vizatuari dhe e shikoi vajzën. Si e di? Sytë e tu janë njësoj si të mit kur shihen në pasqyrë. Vëzhgimi ishte aq i saktë dhe i pjekur sa Marina ndjeu një të dridhur. Ajo vajzë kishte zhvilluar një perceptim emocional që shkonte shumë përtej moshës së saj, ndoshta si një mekanizëm mbrojtës mes kaq shumë vuajtjesh. Kam humbur burrin tim 2 vjet më parë, tha Marina thjesht. Babain e vajzës sime, Sofis. Sa vjeçë është Sofia? 5. Edhe ajo u mërzit? Shumë. Për muaj me radhë nuk donte të bënte asgjë. Nuk hante, nuk luante, nuk buzëqeshte. Po tani? Marina mori një laps blu dhe shtoi re në vizatimin e familjes. Tani qesh përsëri. Jo gjithmonë, jo si më parë, por qesh. Njerëzit që duam na lën mall, por na lën edhe kujtime të mira.
Dhe kujtimet e mira, kur jemi gati, mund të na I kthejnë buzëqeshjet. Isabela mbeti mendueshëm për disa minuta. Pastaj, duke e befasuar Marinën, zgjati dorën drejt kutisë me lapsa me ngjyra. Mund ta provoj? Ato dy fjalë shënuan fillimin e një transformimi të ngadalt, por të vazhdueshëm. Isabela mori një laps të kuq dhe, me lëvizje të kujdesshme, filloi të shtonte detaje në vizatimin e Marinës. Fillimisht ishin vetëm pika të vogla, pastaj vija të ndrojtura, derisa u gjallërua dhe filloi të vizatonte lule rreth shtëpisë. Ndërsa vizatonin bashk, Isabela filloi të fliste. Fraza të vogla në fillim, pastaj paragraf të tërë. Tregoi për maktet që shihte pothuajse çdo natë, ku dëgjonte zhurmën e metalit që përplasej dhe nuk arrinte ta gjente maman. Foli se si ndihej fajtore që kishte mbijetuar kur mamaja vdiq, se si mendonte se babai e shmangte sepse ajo I kujtonte aksidentin. Marina dëgjonte gjithçka pa gjykuar, pa u përpjekur të korrigjonte apo të minimizonte ndjenjat e vajzës. Vetëm dëgjonte dhe, her pas here, ndante histori të vogla nga përvoja e saj me Zin. Tregoi se si Sofia e kishte fajsuar veten për vdekjen e babait, duke menduar se po të kishte qenë një vajzë më e mirë, ai nuk do të kishte pasur nevojë të punonte aq shumë dhe nuk do të ishte aksidentuar. Shpjegoi se si ishte dashur shumë kohë dhe durim për ta bërë vajzën të kuptonte se disa gjëra të këqija ndodhin pavarësisht nëse jemi të mirë apo të këqij. Dita e parë kaloi më shpejt se sa priste Marina. Kur erdhi koha për të ikur, Isabela duke inguruese ta shihte të largohej. Kishte një grumbull të vogël vizatimesh mbi tavolinë, të krijuara në partneritet, dhe për herë të parë pas shumë muajsh, vajza kishte ngrënë të gjithë vaktin që nëna Drita I kishte shërbyer. Në ditët në vijim, Marina vendosi një rutinë të kujdesshme. Arrinin gjithmonë në të njëjtën orë, me materiale të ndryshme, një ditë sillte plastelin, një ditë tjetër sillte revista për të prerë, një ditë tjetër ende sillte një tastier të vogël që e kishte blerë në një dyqan të dorës së dytë. Nuk I impononte aktivitetet, vetëm ofronte opsione dhe e linte Isabelën të zgjidhte çfarë donte të bënte. Gradualisht, vajza filloi të dilte nga guaska e heshtjes që kishte ndërtuar rreth vetes. Filloi të bënte pyetje për Sofin, për jetën e Marinës, se si ishte e mundur të vazhdoje përpara pasi humbisje dikë të rëndësishëm. Marina përgjigjej me ndershmëri, pa e romantizuar procesin dhe pa premtuar se dhimbja do të zhdukej plotësisht. Kthesa e madhe erdhi një të mërkur, 2 javë pasi Marina kishte filluar të punonte në shtëpi. Isabela e kishte kaluar mëngjesin veçanërisht melankolike, duke refuzuar të dilte nga karrigia me rrota edhe për ushtrimet bazë që bënin çdo ditë. Kur Marina e pyeti se çfarë po ndodhte, Isabela më në fund u shfry. Nuk e mbaj mend më të qeshurën e mamit, tha ajo, me lot që I rridhnin në përfaqe. Përpiqem, por nuk e dëgjoj dot në kokën time. Dhe kam frikë se do ta harroj plotësisht. Marina ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Ajo e dinte saktësisht si ishte kjo ndjesi, sepse kishte kaluar të njëjtën gjë me Gentin. Detajet e personit të dashur që fshihen pak nga pak, sikur vdekja të vjedh copa kujtese bashkë me praninë fizike. A e di çfarë bënte mami yt kur ishe e vogël që të bënte të qeshje? Pyeti Marina. Ajo shtirej sikur isha një aeroplan, u përgjigj Isabela mes lotësh. Më ngrinte lart dhe vraponte në për shtëpi duke bërë zhurmë motori. Thoshte se isha aeroplani më I bukur në botë. Do të provojmë? Isabela e shikoi Marinën me habi. Por unë nuk mundem këmbët e mia. Aeroplanët nuk fluturojnë me këmbë, tha Marina me një buzëqeshje. Ata fluturojnë me krah. Dhe ti ke krahët më të mirë që kam parë ndonjëherë. Para se Isabela të mund të protestonte, Marina e ngriti nga karrigia me rrota dhe e mori në krah. Vajza ishte më e lehtë se sa dukej, e gjithë pesha që kishte humbur gjatë muajve të trishtimit e bënte të brishtë si një zog I vogël. Marina filloi të ecte nëpër dhomë, duke bërë zhurma motori dhe duke anuar Isabelën nga njëra anë në tjetrën sikur po fluturonte. Reagimi ishte I menjëhershëm. Isabela filloi të qeshte, fillimisht me nervozizëm, pastaj sinqerisht, derisa po gajasej siç nuk kishte bërë prej 18 muajsh. Marina vazhdoi fluturimin nëpër dhomë, pastaj në korridor, duke përshkruar peizazhet imagjinare që po mbi fluturonin, rreth e buta, malet e mbuluara me borë, oqeanet blu ku balenat kërcenin. Kur më në fund u ulën përsëri në dhomë, të dyja ishin pa frymë dhe të mbuluara me bojë që kishte spërkatur nga vizatimet e shpërndara mbi tavolinë. Isabela ende qeshte, sytë e saj shkëlqenin në një mënyrë që Marina nuk e kishte parë më parë.
Karrigia me rrota ishte harruar në një cep dhe për herë të parë pas shumë kohe, dukej sikur Isabela ishte kujtuar se ishte një fëmijë. Ishte pikërisht në atë moment që Roberti arriti në shtëpi më herët nga puna dhe u ngjit për të hetuar tingullin e pamundur të së qeshurës së vajzës së tij. Ishte ky momenti i gëzimit dhe lidhjes së pastër që ai dëshmoi përmes çarjes së derës dhe që e bëri të kuptonte se diçka themelore kishte ndryshuar në jetën e familjes së tij. Marina nuk e dinte se po vëzhgoheshin. Ajo vetëm mbante Isabelën, e cila ende qeshte lehtë dhe i përshpëriste fjalë dashurie në vesh. I thoshte se ishte trime, se ishte e fortë, se meritonte të ishte e lumtur. Dhe për herë të parë që kur kishte filluar atë punë, Marina ndjeu se ndoshta mund ta ndihmonte vërtet atë familje të gjente rrugën e kthimit të njëri tjetri. Ajo që nuk e imagjinonte ishte se babai i Isabelës ishte në anën tjetër të derës, duke dëshmuar skenën që do të ndryshonte gjithçka, dhe se në ditët në vijim, prania e saj në shtëpinë e familjes Aliu do të vijej në dyshim në mënyra që ajo kurrë nuk mund t'i parashikonte. Roberti e kaloi gjithë natën në kompani, por nuk arriti të punonte. I ulur në terracën e ndërtesës së Albateq, në katin e 25 të një godine biznesi në rrugën e Elbasanit, ai shikonte dritat e qytetit që shtriheshin deri në horizont dhe përpiqej të përpunonte atë që kishte parë atë pasdite. Isabela duke qeshur. Vajza e tij, që nuk tregonte emocion prej 18 muajsh, duke u gajasur sikur gëzimi të mos ishte larguar kurrë nga jeta e saj. Imazhi i gruas së panjohur që mbante Isabelën në krah i përsëritej në mendje si një film në lodh. Kush ishte ajo? Si kishte arritur në disa javë atë që ai nuk e kishte arritur për më shumë se një vit? Dhe pse Roberti ndjente, bashkë me mirënjohjen, një thumbim të hidhur të diçkaje që mund të ishte vetëm zili? Të nesërmen në mëngjes, Roberti anuloi të gjitha mbledhjet dhe i telefonoi Sokol Memës, një hetues privat që kompania e përdorte her pas here për verifikimin e të kaluarës së punonjësve të rëndësishëm. Sokoli ishte diskret, efikas dhe nuk bënte pyetje të panevojshme. Pikërisht ajo që i duhej Robertit në atë moment. Më duhen informacione të plota për një person, tha Roberti në telefon, duke parë nga dritarja e zyrës së tij ekzekutive. Marina Vlora. Punon në shtëpinë time si kujdestare. Dua të di gjithçka, historinë personale, profesionale, financiare, referencat, familjen, gjithçka. Sokoli premtoi rezultate brenda 48 orësh. Ndërsa priste, Roberti u përpoq të përqendrohej në punë, por zbuloi se ishte e pamundur. Sa herë që fillonte të analizonte një raport ose të merrte pjesë në një videokonferencë, mendja i kthehej në shtëpi, në katin e dytë, në dhomën roz ku vajza e tij po kujdesej nga një huaj që kishte arritur mrekullinë që ai nuk e kishte arritur. Të njëjtën pasdite, Sokoli dërgoi raportin me email. Roberti mbylli derën e zyrës dhe lexoi çdo rresht me vëmendjen që normalisht u rezervonte kontratave milionëshe. Ajo që zbuloi e la pa fjalë. Marina Vlora, 28 vjeçe, me origjinë nga Shkodra, banuese në Tiranë prej 8 vitesh. E martuar me Genti Saliun, teknik mirëmbajtjeje industriale, i ndjer 2 vjet më parë në një aksident pune në një fabrik autopjesësh në Kombina. Nën e Sofia Saliut, 5 vjeçe. Pa precedent penal, pa borxhe të pashlyera, frekuentuese e rregullt e kishës së Shëmpalit në lagjen Ali Demi. Histori profesionale, kujdestare në azil të moshuarish, mësuese private, pastruese natë. Të ardhura mujore totale, afërsisht 250.000 lekë. Adresa, apartament me 2 dhoma me qira në Pazarin e Ri, vlera e qiras, 80.000 lekë në muaj. Situata financiare, e qëndrueshme, por e ngushtë. Pa pasuri në emër të saj. Ajo që i tërhoqi më shumë vëmendjen Robertit ishin referencat personale. Të gjithë punëdhënësit e mëparshëm e përshkruanin Marinën si të jashtëzakonshme, të përkushtuar, të dashur me fëmijët. Drejtoresha e shkollës ku studionte Sofia e përmendte si nën e pranishme dhe e angazhuar, pavarësisht vështirësive financiare. Prifti i kishës së Shëmpalit e njihte prej vitesh dhe garantonte integritetin e saj moral dhe shpirtin solidar. Por ishte paragrafi i fundit i raportit që e bëri Robertin të ndalonte frymëmarrjen. Sokoli kishte zbuluar se Marina përdorte një pjesë të pagës së saj, tashmë kaq të ngushtë, për të blerë materiale arti dhe dhurata të vogla për fëmijët që kujdesej. Në 15 ditët e fundit, kishte shpenzuar 12.000 lekë për lapsa me ngjyra, letër, bojra dhe një tastier loader. 12.000 lekë që ndoshta do të mungonin në blerjet e muajit, në një ekonomi që mezi mbjetonte.
Roberti mbylli kompjuterin dhe uli kokën. Aty ishte një grua që fitonte në një muaj atë që ai fitonte në një orë, duke jetuar në një situatë financiare që ai do ta konsideronte dëshpëruese, dhe megjithatë po shpenzonte para nga xhepi i saj për t'i sjellë gëzim vajzës së tij. Ndërsa ai, miliarder, mezi arrinte të darkonte me Isabelën një herë në javë. Atë pasdite, për herë të dytë në 2 ditë, Roberti u largua nga kompania më herët. Por këtë herë kishte një qëllim të qartë. Duhej ta njihte Marinën, duhej të kuptonte si kishte arritur të pamundurën dhe kryesisht duhej ta falënderonte që i kishte kthyer vajzën në jetë. Arriti në shtëpi në orën 4 pasdite dhe gjeti nëna dritën duke përgatitur zemrën në kuzhinë. Kujdestarja u habit kur e pa, por nuk bëri pyetje. Vetëm e informoi se Marina dhe Isabela ishin në dhomë, duke bërë ushtrime fizioterapie. Roberti u ngjit shkallëve me zemrën që i rrite fort. Nga jashtë dhomës, arrinte të dëgjonte zëra të ulët, një bisedë që dukej e natyrshme dhe e shpenguar. Sa kohë kishte që nuk e dëgjonte vajzën e tij të bisedonte kështu? Trokititi lehtë në derë. Zërat pushuan. Hyr, tha një zë femëror që ai nuk e njihte. Roberti shtyu derën dhe pas skenën që do t'ia ndryshonte përgjithmonë perspektivën. Isabela ishte në 2 sheme, mbi një tapet me ngjyra, duke bërë ushtrime shtrirjeje me ndihmën e Marinës. Të dyja po buzëqeshnin dhe kur Isabela pa të atin, fytyra e saj u ndriçua në një mënyrë që ai nuk e kishte parë prej muajsh. Babi, thiri ajo, sinqerisht e lumtur. Marina po më mëson ushtrime të reja. Do t'i shikosh? Roberti ndjeu një ny në fy. Kur kishte qenë hera e fundit që Isabela ishte gëzuar ta shihte? Kur kishte qenë hera e fundit që e kishte quajtur babi me atë ton dashurie? Sigurisht, princesh, arriti të thoshte, zëri pak i ngjirur. Do të doja shumë t'i shikoja. Marina u ngrit dhe u prezantua formalisht. Ishte më e vogël se sa Roberti e kishte imagjinuar, me flokë gështenjë të lidhur në një bisht kalipraktik dhe sy kafe që transmetonin një qetësi që ai nuk e kishte parë prej shumë kohësh. Veshur me rroba të thjeshta por të pastra dhe kishte në duar kallo që flisnin për një jetë pune të ndershme. Gjatë 15 minutave të ardhshme, Roberti pa vajzën e tij të demonstronte ushtrimet që kishte mësuar me Marinën. Isabela ishte rrezatuese, duke shpjeguar çdo lëvizje me krenari, her pas here duke korrigjuar qëndrimin e të atit kur ai përpiqej të ndihmonte. Ishte sikur ajo të kishte rizbuluar trupin e saj, sikur të ishte kujtuar se mund të ishte e fortë edhe me kufizimet. Kur Isabela u lodh dhe kërkoi të pushonte, Roberti u ofrua ta mbante në krah deri te karrigia me rrota. Për herë të parë në më shumë se një vit, ajo pranoi prerin e të atit pa rezistencë, duke mbështetur kokën në shpatullën e tij siç bënte kur ishte e vogël. Marina, mund të qëndrosh pak më shumë? Pyeti Roberti, pasi e vendosi Isabelën në karrige. Do të doja të bisedoja me ty. Marina shikoi orën. Sigurisht, zoti Robert. Kam ende rreth 20 minuta. Ata zbritën në zyrë, duke e lënë Isabelën të shikonte vizatime në dhomë. Gjatë rrugës, Roberti vëzhgoi se si Marina ecte nëpër shtëpi me natyrshmëri, sikur të njihte çdo korridor, sikur t'i përkiste atij vendi. Nëna drita e përshëndeti ngrohtësisht kur kaluan pranë kuzhinës dhe Roberti vuri re se si të dyja dukej se kishin zhvilluar një partneritet komod. Në zyrë, Roberti i ofroi Marinës një nga koltukët prej lëkure, por ajo preferoi të qëndronte në këmbë. Kishte një formalitet respektues në qëndrimin e saj, por edhe një vendosmëri që sugjeronte se ajo nuk friksohej lehtë. Marina, filloi Roberti, më duhet të falënderoj për atë që ke bërë për Isabelën. Nuk arri ta shpreh sa shumë do të thotë për mua ta shoh vajzën time duke buzëqeshur përsëri. Nuk keni pse të më falënderoni, zoti Robert, u përgjigj Marina. Është puna ime. Dhe Isabela është një vajzë e mrekullueshme. Vetëm kishte nevojë për dikë që ta shihte këtë. Thjeshtësia e përgjigjes e çarmatosi plotësisht Robertin. Nuk kishte modesti false, as përpjekje për të bërë përshtypje. Vetëm e vërteta e thënë drejt për drejt. Ti arrite në 2 javë atë që unë nuk e arrita për më shumë se 1 vit, pranoi Roberti. Si? Marina e studioi për një moment para se të përgjigjej. Me gjithë respektin, zoti Robert, por a u përpoqet vërtet? Pyetja ishte si një shupllak. Roberti ndjeu fytyrën t'i nxehej. Si kështu? Kur ishte hera e fundit që kaluat një pasdite të tërë me Isabelën?
Kur ishte hera e fundit që biseduat me të për diçka që nuk ishte mjeku apo shkolla? Kur ishte hera e fundit që e pyetët se çfarë po ndjente? Roberti hapi gojen për t'u përgjigjur, por nuk mundi. Sepse e dinte që Marina kishte të drejtë. Në 18 muajt e fundit, ai kishte qenë një sigurues financiar, një pagues faturash mjekësore, një organizator kujdesi të kontraktuar. Por Baba kishte pushuar së qeni natën e aksidentit. Isabela nuk ka nevojë për më shumë lodra apo më shumë ilaçe, vazhdoi Marina, zëri i saj i vendosur por jo agresiv. Ajo ka nevojë të di se nuk është vetëm. Se dikush e sheh si një vajzë të plot, jo si një viktim. Ajo ka nevojë të ndjej se meriton dashuri, jo mëshirë. Unë e dua vajzën time, tha Roberti në mbrojtje. Jam e sigurt për këtë, u përgjigj Marina. Por dashuria që nuk tregohet është si ushqimi që nuk shërbehet. Mund të ekzistojë, por ai që është i uritur nuk ushqehet me të. Roberti u ul rënd në koltukun pas tavolinës. E vërteta e fjalëve të Marinës ishte brutale, por e pamohueshme. Ai ishte fshehur pas fajit, punës, dhimbjes, ndërsa vajza e tij fishkej në vetmi. Nuk dija si, pranoi ai, zëri pothuajse një pëshpërim. Sa herë që e shikoj, shoh aksidentin. Shoh Helenën në spital. Shoh gjithçka që nuk arrita të mbroj. Marina ju afrua tavolinës dhe u ul në cep të karriges përballë Robertit. Zoti Robert, mund t'ju bëj një pyetje personale? Ai pohoi me kokë. A mendoni se Isabela ju fajson juve për aksidentin? Roberti ngriti kokën, i habitur nga pyetja e drejt për drejt. Unë nuk e di. Ndonjëherë mendoj se po. Ajo nuk ju fajson, tha Marina me siguri. A e dini çfarë më tha dje? Se ka frikë se mos ju e fajsoni atë. Se mendon se ju do të preferonit që ajo të kishte vdekur në vend të mamas. Fjalët e goditën Robertin si plumba. Ai u ngrit papritur, duke ecur drejt dritares për të fshehur lotët që po fillonin të formoheshin. Ajo e tha këtë? Ndër të tjera. Tha se ju e shmangni sepse t'ju shikoj juve ju dhem. Tha se ndihet fajtore që është gjallë kur mamaja vdiq. Tha se ndonjëherë ka dëshirë të ndaloj së bëri fizioterapi sepse mendon se nuk ja vlen të përmirësohet nëse askush nuk interesohet. Roberti mbështeti ballin në xhamin e ftohtë të dritares. Dhimbja në gjoks ishte fizike, sikur dikush po ja shtrëngonte zemrën me duar. Si ta rregulloj këtë? Pyeti ai, pa u kthyer. Duke filluar tani, u përgjigj Marina. Duke u ngjitur lart dhe duke i thënë vajzës suaj se e doni. Se jeni krenar për të. Se ajo nuk ka faj për asgjë. Se ju do të mësoni të jeni babai që i duhet. Po sikur të mos ja dal, atëherë vazhdoni të provoni derisa t'ja dilni. Këtë bëjnë baballarët. Roberti u kthye për të parë Marinën. Ajo ishte shumë më e re se ai, vinte nga një realitet krejtësisht i ndryshëm, por kishte një mençuri në sytë e saj që vinte nga përvoja reale me dhimbjen dhe tejkalimin. Pse po e bën këtë? Pyeti ai. Pse interesohesh kaq shumë për një familje të huajsh? Marina buzëqeshi për herë të parë që kur kishin zbritur në zyrë. Sepse e njoh dhimbjen kur e shoh. Dhe sepse besoj se çdo fëmijë meriton të ketë një baba të pranishëm. Isabela e ka humbur tashmë maman. Do të ishte një tragjedi nëse humbiste edhe baban, veçanërisht kur ai është pikërisht aty, i gjallë, i aftë të zgjedhë të jetë i pranishëm. Në atë moment, Roberti mori një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Ai do të provonte. Do të linte mënjan frikën, fajin, dhimbjen dhe do të provonte të ishte babai që i duhej Isabelës. Nuk dinte si, nuk dinte nëse do t'ja dilte, por do të provonte. Marina, tha ai, do të më ndihmoje në këtë? Nuk di si të jem baba për një vajzë që ka kaluar kaq shumë trauma. Nuk di si të rikuperoj një marrëdhënie që e lash të vdiste. A do të më mësoje? Marina e studioi për një moment. Jeni i sigurt? Sepse nuk është e lehtë. Do të kërkoj që ju të ndryshoni rutinën tuaj, të jeni të pranishëm vërtet, ta vendosni Isabelën në vend të parë. Jeni i gatshëm ta bëni këtë? Roberti mendoi për 18 muajt e fundit. Mendoi për të gjitha mbledhjet që i kishte dhënë përparësi mbi mirëqenien e vajzës së tij, për të gjitha netët që kishte ardhur në shtëpi kur ajo tashmë flinte, për të gjitha mundësitë e humbura për të qenë thjesht i pranishëm.
Jam, tha ai, dhe për herë të parë pas shumë kohe, besoi në fjalët e tij. Ata u ngjitën bashkë në dhomën e Isabelës. Vajza po luante me një tablet, por ngriti syt kur I pa të hynin bashkë. Roberti ju afrua karriges me rrota dhe u gjunjëzua pranë vajzës, duke u ulur në nivelin e syve të saj. Isa, tha ai, duke përdorur nofkën e dashur që nuk e shqiptonte prej muajsh, mund të flas me ty? Isabela pohoi me kokë, kurioze. Dua të kërkoj falje, vazhdoi Roberti, zëri I dridhej lehtë. Falje që jam larguar prej teje. Falje që nuk kam qenë babai që të duaj pasi humbëm mamin. Dhe kryesisht, falje që të kam lënë të mendosh se faji për diçka është I yti. Isabela qëndroi në heshtje, sytë e zgurdulluar. Asgjë nga ato që ndodhen nuk ishte faji yt, tha Roberti, duke mbajtur duart e vogla të vajzës. Ti je gjëja më e çmuar në jetën time, dhe unë kam qenë një idiot që nuk e kam treguar këtë çdo ditë. Më fal? Isabela shikoi Marinën, sikur po kërkonte leje të ndjente atë që po ndjente. Marina pohoi me kokë inkurajuese. Të fal, babi, tha Isabela, dhe u hodh në krahët e të atit. Roberti e përqafoi fort, duke e ndjer tepër të dobët në gjoksin e tij, duke premtuar në heshtje se kur më nuk do ta linte të dyshonte në dashurinë e tij. Mbi kokën e vajzës, ai shikoi Marinën dhe artikuloi një faleminderit të heshtur. Marina buzëqeshi dhe doli diskretisht nga dhoma, duke I lënë babë e bij më në fund të rindërtonin urën që Zia e kishte shembur. Jashtë derës, ajo u mbështet në mur dhe mori frym thellë. Ishte gjithmonë emocionuese të shihej familje që rilidheshin, por këtë herë ishte e veçantë. Këtë herë, ajo kishte ndihmuar të shpëtonte jo vetëm një vajzë, por një familje të tërë. Ajo që Marina nuk e dinte ishte se ky ishte vetëm fillimi. Në ditët në vijim, Roberti do të fillonte të riorganizonte gjithë jetën e tij rreth vajzës së tij. Dhe gradualisht, Marina do të zbulonte se ishte bërë shumë më tepër se një kujdestare për familjen Aliu. Ajo ishte bërë qelësi që hapi derën për një mënyrë të re të jetuarit, të dashuruarit dhe të qenit familje. Rindërtimi kishte filluar. Dhe për herë të parë në 18 muaj, shtëpia në blok do të bëhej sërish një shtëpi. 3 muaj pas asaj pasditeje transformuese, shtëpia në blok ishte bërë një vend krejtësisht I ndryshëm. Heshtja shtypse që kishte dominuar korridoret për 18 muaj I kishte lënë vendin një simfonie jete, të qeshura që bënin një hon në përshkallë, biseda të gjalla në dhomën e ngrënjes, muzikë që vinte nga dhoma e Isabelës, dhe madje edhe zhurma e këmbëve të vogla që vraponin nëpër korridoret e mermerit. Roberti e mbajti premtimin e tij për ndryshim me një vendosmëri që I habiti të gjithë, duke filluar nga vetë ai. Riorganizoi plotësisht agjendën e tij në Albateq, duke deleguar përgjegjësi që më parë I konsideronte të patransferueshme dhe duke vendosur kufi të qartë mes jetës profesionale dhe personale. Dilte nga kompania çdo ditë në orën 5 pasdite, arrinte në shtëpi në kohë për zemrën e Isabelës dhe për herë të parë pas shumë vitesh, e fikte celularin e punës pas orës 7 të mbrëmjes. Transformimi nuk ishte I menjëhershëm apo I lehtë. Kishte ditë të vështira, momente kur Roberti ndihej I humbur duke u përpjekur të lundronte nëpër ndjenjat komplekse të vajzës së tij, raste kur faji ende e përndiqte si një fantazmë këmbëngulse. Por Marina ishte aty, e duruar dhe e vendosur, duke e udhëhequr nëpër momentet më sfiduese me mençurinë e dikujt që kishte ecur nëpër shtigje të ngjashme dhimbjeje dhe rindërtimi. Isabela, nga ana e saj, lulëzoi në mënyra që as Marina nuk I kishte parashikuar. Vajza që ishte bërë një fantazmë e heshtur pas aksidentit u bë sërish kurioze, fjalëshum, plot pyetje për botën rreth saj. Rimëkëmbja e saj fizike gjithashtu u përshpejtua në mënyrë dramatike kur fitoi motivim emocional. Në seancat e fizioterapisë, të cilat Roberti tani I ndiqte me përkushtim fetar, ajo përpiqej përtej limiteve, e vendosur t'i tregonte babait çdo progres të vogël. Momenti më domethënës I kësaj periudhe rindërtimi ndodhi një të premte të prillit, kur Roberti arriti në shtëpi dhe gjeti Isabelën duke u përpjekur të luante një melodi në tastierën që Marina kishte sjellë. Muzika ishte larg të qenit perfekte, por kishte diçka hipnotizuese në përqendrimin intensiv të vajzës, në mënyrën se si lëvizte gishtat e vegjël mbi taste, duke kërkuar notat e duhura për një këngë që vetëm ajo mund ta dëgjonte. Çfarë këngë është kjo, princesh? Pyeti Roberti, duke u ulur në dysheme pranë karriges me rrota. Po përpiqem të luaj këngën që mami ma këndonte para gjumit, u përgjigj Isabela, pa ndaluar së luajturi. Marina tha se ndonjëherë kujtimet bëhen më të qarta kur bëjmë diçka me duar.
Roberti ndjeu zemrën t'i shtrëngoi, por jo nga dhimbja këtë herë. Ishte një ndjesi ndryshe, më e ëmbël, sikur kujtimet e Helenës ponderoheshin në vend që të shmangeshin. A e mban mend tekstin? Pyeti ai. Pak. Bëhej fjalë për një yll që mbronte fëmijët kur ata flinin. Roberti buzëqeshi. Sigurisht që e mbante mend atë këngë. Helena e kishte shpikur melodin kur Isabela ishte foshnjë, një ninull e improvizuar që u bë pjesë e ritualit të natës së familjes. Ai nuk e kishte dëgjuar prej gati 2 vitesh. Mund të provoj ta këndoj me ty, ofroi ai. Isabela ndaloi së luajturi dhe e shikoi të atin me habi. Ti e di këngën? Sigurisht që e di. E ndihmova mamin ta shpikte. Kështu i gjeti Marina kur arriti të hënën tjetër, babë e bi të ulur në dyshemen e dhomës, duke ndarë një melodi që lidhte të kaluarën e dhimbshme me të tashmen plot mundësi. Roberti këndonte me zë pak të pasigurt ndërsa Isabela e shoqëronte në tastier dhe për herë të parë që nga aksidenti, kujtimet e Helenës sillnin buzëqeshje në vend të lotëve. Marina vëzhgoi skenën për disa momente para se të bëhej e dukshme. Kishte diçka thellësisht shpërblyese në të parit e asaj familjeje që ajo kishte ndihmuar të rindërtohej, por kishte edhe një thumbim melankolie që nuk arrinte ta shpjegonte plotësisht. Ndoshta ishte perceptimi se roli i saj aty po ndryshonte, se Roberti dhe Isabela po mësonin të ecnin sërish bashkë. Në të vërtetë, jeta e Marinës gjithashtu kishte kaluar transformime të rëndësishme muajt e fundit. Roberti kishte këmbëngulur t'i arriste pagën ndjeshëm, duke argumentuar se ajo nuk ishte më vetëm një kujdestare, por pjesë thelbësore e rimëkëmbjes familjare. Me stabilitetin financiar, Marina kishte arritur të zhvendosej në një apartament më të madh në pazarin e ri, ku Sofia kishte dhomën e saj për herë të parë në jetë. Sofia, e cila fillimisht ishte treguar e ndrojtur me ndryshimin në rutinën e mamas, shpejt u magjeps nga historitë që Marina tregonte për Isabelën. Vajza 5 vjeçare pyeste vazhdimisht për princeshën e Karriges me rrota, siç e kishte pagëzuar Isabelën, dhe lutej ta njihte. Ishte një pasdite të shtunë që Marina mori guximin të sugjeronte diçka që e kishte menduar prej javësh. Robert, tha ajo, ndërsa po ndihmonin Isabelën me ushtrimet e forcimit, do të pengonte nëse do të sillja Sofin për të takuar Isabelën? Ajo pyet vazhdimisht dhe mendoi se do të ishte mirë për të dyja. Roberti ndaloi lëvizjen që po bënte. Muajt e fundit, shtëpia ishte hapur për Marinën në një mënyrë që ai kur nuk e kishte imagjinuar të mundur. Ajo nuk ishte më vetëm një punonjëse, ishte pothuajse si familje. Ideja e zgjerimit edhe më tej të këtij rrethi e bëri për një moment të pasigurt. Çfarë mendon ti, Isa? E pyeti të bijën. Isabela u gjallërua menjëherë. Mund ta takoj Sofin? Marina flet gjithmonë për të. Edhe ajo e ka humbur babin? E ka humbur, konfirmoi Marina butësisht. Ishte 3 vjeçe kur ndodhi. Ndonjëherë ende mërzitet, por po mëson se është e mundur të ndjesh mall dhe të jesh e lumtur në të njëjtën kohë. Si unë, tha Isabela, me një pjekuri që ende e habiste Robertin. Mund t'ja mësoj ushtrimet asaj? Dhe t'i tregoj vizatimet e mia? Kështu, të shtunën tjetër, Sofia hyri në shtëpinë e familjes Aliu për herë të parë. Ishte një vajzë e vogël, me flok kaçurela si të Isabelës, por me energjinë tipike të një fëmije që nuk kishte kaluar trauma të rëndësishme. Ajo shikoi hollin e hyrjes me sy të zgurdulluar, e impresionuar nga madhësia dhe eleganca e shtëpisë, por ndrojtja e saj u zhduk plotësisht kur pa Isabelën. Ti je princesha, thiri Sofia, duke vrapuar drejt Karriges me rrota. Mami tha se ti je shumë trime. Isabela qeshi me spontanitetin e vajzës më të vogël. Nuk jam princesh, jam Isabela. Por mund të më quash Isa. Unë jam Sofia, por mami më thëret Sofi. Do të luajmë? Roberti dhe Marina vëzhguan 2 vajzat të njiheshin me lehtësinë natyrale të fëmijëve. Sofia nuk tregoi asnjë çudi apo mëshirë në lidhje me karrigen me rrota të Isabelës, për të ishte thjesht pjesë e asaj që ishte Isabela, si të kishte flok kaçurela apo sy të gjelbër. Brenda pak kohe, ato ishin në dhomën e Isabelës, Sofia e ulur në dysheme ndërsa Isabela i tregonte vizatimet që kishte bërë me Marinën. Vajza më e vogël u impresionua sinqerisht nga talenti artistik i Isabelës dhe shpejt po vizatonin bashk, duke krijuar histori të ndërlikuara për princesha që shpëtonin mbretëri të tëra nga trishtimi. Nëna Drita, e cila kishte përgatitur një zemër të veçantë për rastin, vëzhgonte gjithçka nga dera me një buzëqeshje amësore.
Kishte kohë që kjo shtëpi nuk dëgjonte të qeshura fëmijësh, i komentoi Marinës. Duket sikur jemi kthyer në kohën kur zonja Helena ishte këtu. Marina buzëqeshi, por ndiu një thumbim në gjoks. Krahasimi me Helenën, megjithse i bërë me dashuri, gjithmonë e bënte të ndiej në siklet. Ajo e dinte se kur nuk mundej dhe as nuk duhej të përpiqej të zëvendësonte nënën e Isabelës, por ndonjëherë pyeste veten se cili ishte saktësisht vendi i saj në atë familje të rindërtuar. Muajt në vijim sollën një rutinë që asnjëri prej tyre nuk e kishte parashikuar, por që funksiononte në mënyrë pothuajse magjike. Sofia filloi të vinte në shtëpinë e familjes Aliu 3 herë në javë, gjithmonë e shoqëruar nga Marina. Dy vajzat zhvilluan një miqësi të thellë dhe të sinqertë, plot me ulje ngritje tipike të fëmijërisë, por e bazuar në një mirëkuptim të ndërsjellë për humbjen dhe qëndrueshmërinë. Roberti zbuloi se i pëlqente sinqerisht shoqëria e Sofisë. Vajza kishte një spontanitet që e argëtonte dhe një mençuri emocionale që ndonjëherë e habiste. Ajo nuk kishte frikë të bënte pyetje të vështira apo të tregonte afeksion, dhe gradualisht e ndihmoi Robertin të bëhej më shprehës dhe i pranishëm jo vetëm me Isabelën, por me të gjithë njerëzit që donte. Ishte Sofia ajo që, një pasdite me shi të majit, bëri vëzhgimin që do të ndryshonte gjithçka. Xhaxhi Robert, tha ajo, duke përdorur nofkën e dashur që kishte adoptuar për të, ju jeni si një familje, apo jo? Roberti po i ndihmonte vajzat me një puzle prej 500 pjesësh të shpërndarë në dyshemen e sallonit. Ai ndaloi me një pjesë në dorë dhe e shikoi Sofin. Si kështu, Sofi? Ti, teze Isa, mami dhe unë. Ne rrim bashk, ham bashk, luajm bashk. Është si një familje. Isabela ngriti syt nga puzle. Por familjet janë njerëz që jetojnë në të njëjtën shtëpi. Jo gjithmonë, kundërshtoi Sofia me logjikën e pakundërshtueshme të fëmijëve. Gjyshja ime jeton larg, por është familja ime. Dhe ju kujdeseni për ne, dhe ne kujdesemi për ju. Po, jemi familje. Roberti ndjeu diçka të lëvizte në gjoks. Familje. Kur kishte pushuar së menduari në këto terma, që nga vdekja e Helenës, ai ishte përqendruar aq shumë në mbijetesë, në rindërtimin e marrëdhënies së tij me Isabelën, saqë nuk e kishte vënë re se si Marina dhe Sofia ishin bërë pjesë integrale e jetës së tyre. Shikoi Marinën, e cila ishte ulur në koltukun pranë oxhakut, duke vëzhguar bisedën e vajzave me një shprehje mendimtare. Muajt e fundit, ajo ishte bërë konfidentja e tij, partnerja e tij në rritjen e Isabelës, burimi i tij i mençurisë në momente të vështira. Dhe Sofia kishte sjell një gëzim spontan që shtëpia nuk e njihte prej vitesh. Atë natë, pasi Marina dhe Sofia u larguan, Roberti bisedoi me Isabelën për komentin e shoqes së saj. Çfarë mendon ti, Isa? Jemi një familje? Isabela mendoi për një moment. Mendoj se jemi, babi. Marina kujdeset për ne sikur të ishim familja e saj, dhe Sofia është si një motër e vogël për mua. Dhe ti je i lumtur kur ato janë këtu. Jam vërtet, pranoi Roberti. Po ti? Je e lumtur? Shumë, tha Isabela, duke buzëqeshur. Më parë mendoja se kur më nuk do të isha e lumtur pasi vdiq mami. Por tani e di se është e mundur të ndjesh mall për mamin dhe prapse prap të kesh momente të lumtura. Marina ma mësoi këtë. Roberti përqafoi të bien, duke kuptuar se ajo ishte rritur emocionalisht në mënyra që ai nuk i kishte vënë re. Vajza që ishte bërë e heshtur dhe apatike pas aksidentit tani fliste për ndjenja komplekse me një qartësi që shumë të rritur nuk e posedonin. Vendimi erdhi natyrshëm, sikur të ishte i pashmangshëm që nga dita e parë që Marina hyri në atë shtëpi. Roberti e dinte se donte të zyrtarizonte atë që tashmë ekzistonte në praktik. Ata 4 persona ishin një familje, jo tradicionale, por e sinqertë në aftësinë e saj për të kujdesur, për të mbrojtur dhe për të dashur njëri tjetrin. Një pasdite të qershorit, saktësisht 6 muaj pas ditës kur Marina e kishte bërë Isabelën të qeshte për herë të parë, Roberti bëri një ftesë që i habiti të gjithë. Marina, tha ai, pasi vajzat dolën për të luajtur në kopsht, a do të doni ti dhe Sofia të zhvendoseshit këtu? Marina ndaloi në mes të lëvizjes së ruajtjes së materialeve të fizioterapisë. Si kështu? Dua të them të jetoni këtu. Për gjithmonë. Ka dhoma të mjaftueshme, Sofia mund të kishte hapësirën e saj dhe... Roberti hezitoi duke kërkuar fjalët e duhura. Dhe unë do të doja që ju të ishit pjesë zyrtare e kësaj familjeje. Marina u ul ngadalë duke përpunuar propozimin.
Robert nuk e di nëse. Nuk po flas për martesë apo angazhim romantik, sqaroi Roberti shpejt. Po flas për familje. Ti tashmë je personi më i rëndësishëm në jetën e Isabelës pas meje. Sofia tashmë është si një motër për të. Dhe unë. Ai bëri një pauzë duke luftuar për të gjetur fjalët. Unë nuk i imagjinoj më jetën tona pa ju të dyja. Marina qëndroi në heshtje për një moment të gjatë. Oferta ishte joshse në shumë aspekte, por edhe e frikshme. Të zhvendosesh në atë shtëpi do të thoshte të pranoje një ndryshim rrënjësor në jetën e saj, të merrje përgjegjësi që shkonin shumë përtej kujdesit profesional. Po sikur të mos shkoj mirë, pyeti ajo më në fund. Atëherë do t'i përballojmë problemet bashk, siç bën një familje, u përgjigj Roberti. Marina, muajt e fundit ti më ke mësuar të jem sërish baba, ke ndihmuar Isabelën të rizbuloj gëzimin, ke sjell jetë në një shtëpi që ishte e vdekur. Nuk mund të ofroj romancë apo pasion, por mund të ofroj respekt, partneritet, siguri dhe një dashuri familjare të sinqertë. Atë natë, Marina bisedoi gjatë me Sofin për propozimin. Vajza 5 vjeçare u entuziazmua me idenë e të pasurit një dhomë vetëm për vete dhe të shihte Isabelën çdo ditë, por gjithashtu tregoi një mirëkuptim befasues për implikimet e ndryshimit. Mami, tha ajo, a mendon se babi do të ishte i lumtur nëse ne do të jetonim me teze Isën dhe xhaxhi Robertin? Pyetja ishte si një thikë e ëmbël në zemrën e Marinës. Sofia e kishte mbajtur gjallë kujtimin e babait përmes fotove dhe historive dhe ende e përfshinte atë në vendimet e saj të rëndësishme. Mendoj se babai do të ishte i lumtur duke ditur se ti ke një familje që të do, u përgjigj Marina. Ai gjithmonë donte që ti të ishe e lumtur dhe e sigurt. Atëherë mendoj se duhet të shkojmë, vendosi Sofia me vendosmërinë tipike të fëmijëve. Isa ka nevojë për një motër dhe xhaxhi Roberti ka nevojë për dikë që ta bëjë të buzëqesh më shumë. Një javë më vonë, Marina dhe Sofia u zhvendosën zyrtarisht në shtëpinë në blok. Nëna Drita ndihmoi në organizimin e dhomës së Sofis, e cila zgjodhi ngjyrën vjollc për muret dhe këmbënguli të kishte një krevat me baldakin si të Isabelës. Marina mori një dhomë në të njëjtin kat, mjaftueshëm afër për të dëgjuar nëse Isabela kishte nevojë për diçka gjatë natës, por me privatësi të mjaftueshme për të ruajtur pavarësinë e saj. Përshtatja ishte më e butë se sa kishte parashikuar kushto. Sofia solli një energji të re në shtëpi, e qeshura e saj fëminore bënte jehon nëpër korridore, lodrat e saj të shpërndara nëpër dhomat më parë gjithmonë të rregullta. Isabela lulëzoi me shoqërinë e vazhdueshme, duke zhvilluar një ndjenjë përgjegjësie si motër më e madhe që përshpejtoi edhe më tej rikëmbjen e saj emocionale dhe fizike. Roberti e gjeti veten baba të 2 vajzave brenda natës, një rol që e mori me një përkushtim që kompensonte vitet e humbura. Ai mësoi të bënte gërsheta në flokët kaçurela të Sofis, të ndërmjetësonte grindjet fëminore mes të dyjave, të lexonte histori me zëra të ndryshëm për çdo personazh. T'i shndërronte darkat në aventura kulinarie ku vajzat mund të ndihmonin në kuzhinë. Marina mori natyrshëm rolin e organizatores familjare, por jo në mënyrë autoritare. Ajo koordinonte oraret, kujdesej për nevojat mjekësore të Isabelës, ndihmonte Sofin me detyrat e shtëpisë dhe gradualisht u bë spiranca emocionale që mbante gjithë familjen në ekuilibër. Momenti që vullosi përfundimisht këtë konfigurim të ri familjar ndodhi një natë të korrikut, saktësisht 2 vjet pas aksidentit që kishte shkatëruar familjen origjinale të Aliut. Roberti kishte ardhur nga puna dhe kishte gjetur 3 gratë të jetës së tij në kuzhinë, duke përgatitur darkën bashkë. Isabela ishte në karrigen me rrota, duke prerë perime në një dëras të përshtatur. Sofia ishte në këmbë mbi një stol, duke përzier një tenxhere në mbikëqyrjen e vëmendshme të Marinës. Dhe Marina koordinonte gjithçka me natyrshmërinë e dikujt që kishte lindur për të qenë nën. Skena ishte aq e përsosur, aq plot jetë dhe dashuri, sa Roberti mbeti në derë vetëm duke vëzhguar. 2 vjet më parë, ai kishte humbur familjen e tij në një aksident të tmerrshëm. Tani, përmes këmbënguljes, faljes dhe kryesisht dashurisë, ai kishte fituar një familje të re, të ndryshme nga e para, por po aq të çmuar. Babi, bërtiti Sofia kur e pa. Po bëjmë ushqimin tënd të preferuar. Dhe unë i preva të gjitha domatet, shtoi Isabela me krenari. Ju lumt, vajza, tha Roberti, duke puthur ballin e secilës para se t'i afrohej Marinës. Po ti? Si e kalove ditën? Perfekt, u përgjigj Marina dhe për herë të parë pas shumë kohe, ajo e tha me gjithë zemër.
Atë natë, pasi vajzat shkuan të flinin, Roberti dhe Marina u ulën në salon për bisedën e tyre të përditshme për familjen. Ishte një ritual që kishin zhvilluar, një moment për të diskutuar sfidat e ditës, për të planifikuar aktivitete dhe thjesht për të lidhur si partner në rritjen e fëmijëve. Marina, tha Roberti, duke parë Oxhakun ku një zjarr i butë kërciste, ka diçka që duhet të them. Çfarë është? Kur erdhe këtu, 9 muaj më parë, unë isha i humbur. Isha bërë një fantazm në jetën e vajzës sime, një njeri që kishte gjithçka materialisht por asgjë që vlente vërtet. Marina e dëgjoi në heshtje, duke e ditur se ai kishte nevojë të fliste. Ti nuk shpëtove vetëm Isabelën, vazhdoi Roberti. Ti më shpëtove edhe mua. Më mësove se të jesh i pranishëm është më e rëndësishme se të jesh i suksesshëm. Se dashuria e treguar vlen më shumë se dashuria e ndjerë. Se familja nuk është diçka që lind e gatshme, por diçka që ndërtohet çdo ditë. Robert Më lër të mbaroj, kërkoi ai butësisht. Dua që ta dish se ti dhe Sofia nuk jeni mysafire në këtë shtëpi. Ju jeni familje. Dhe jo vetëm sepse jetoni këtu, por sepse ne zgjedhim çdo ditë të kujdesemi për njëri tjetrin, të mbrojmë njëri tjetrin, të duam njëri tjetrin. Marina ndjeu sytë ti mbusheshin me lodh. Për kaq shumë kohë pas vdekjes së Gentit, ajo ishte përqendruar vetëm në mbijetesë, në mbajtjen e Sofisë të sigurt dhe të ushqyer. Kur nuk e kishte imagjinuar se mund të gjente sërish një vend ku i përkiste, ku do të duhej jo për atë që bënte, por për atë që ishte. Faleminderit, përshpëriti ajo. Që na le të jemi pjesë e kësaj. Faleminderit ty që na mësove të jemi sërish familje. Një vit pas atij momenti, në korrik, familja ishte vendosur në një rutinë që funksiononte si një orë e kurdisur mirë. Isabela kishte bërë përparime të jashtëzakonshme në fizioterapi dhe tani arrinte të qëndronte në këmbë me mbështetje për periudha gjithnjë e më të gjata. Sofia ishte përshtatur në mënyrë perfekte në shkollën e re në lagje dhe kishte zhvilluar miqësi të forta me fëmijët e moshës së saj. Marina ishte regjistruar në një kurs pedagogjie në mbrëmje, e inkurajuar nga Roberti të ndiqte një ëndër të vjetër për t'u bërë mësuese. Dhe Roberti kishte mësuar të ekuilibronte suksesin profesional me praninë familjare në një mënyrë që e habiste çdo ditë. Ishte një pasdite të diel që Isabela bëri deklaratën që do të bëhej shenja definitive e transformimit familjar. Ajo e kishte kaluar mëngjesin duke punuar në një projekt arti që po e zhvillonte për javësh, dhe më në fund ishte gati t'ia tregonte familjes. Mbyllni syt, kërkoi ajo, duke pozicionuar karrigen me rrota përballë divanit ku Roberti, Marina dhe Sofia ishin ulur. Kur hapën syt, pan një pikturë që i la pa fjalë. Ishte një portret i familjes, Roberti, Marina, Isabela dhe Sofia, të gjithë duke buzëqeshur, të rrethuar nga një kornizë lulesh me ngjyra. Por më prek se ishin dy figurat eterike në sfondin e pikturës, të pikturuara me tone të buta drite të ardhë. Një grua elegante me flokë të gjatë dhe një burr i ri me një buzëqeshje të butë. Janë mami Helena dhe babi Genti, shpjegoi Isabela, zëri i saj plot emocion por i vendosur. Deshet i vendosja në pikturë sepse, edhe pse nuk janë këtu, ata janë pjesë e familjes sonë. Ata na mësuan të duam, dhe ajo dashuri vazhdon të jetojë në ne. Roberti ndjeu lotët t'i rridhnin lirshëm në përfaqe. Nuk ishin lot trishtimi, por një mirënjohje e kaq të thellë sa nuk futej dot në fjalë. Vajza e tij kishte gjetur një mënyrë për të nderuar të kaluarën pa qenë rob i saj, për të përfshirë ata që ishin larguar pa përjashtuar ata që kishin ardhur. Marina e përqafoi Isabelën fort, duke i përshpëritur fjalë krenarie dhe dashurie në vesh. Sofia duartrokiti me entuziazëm, duke deklaruar se ishte vizatimi më i bukur që kishte parë ndonjëherë. Dhe Roberti, më në fund, e kuptoi plotësisht se çfarë do të thoshte të ishe mirënjohës. Mirënjohës për aksidentin që gati shkatërroi familjen e tij, sepse ishte përmes dhimbjes që ata mësuan vlerën e vërtetë të dashurisë. Mirënjohës që kishte humbur gjithçka, sepse ishte në humbje që zbuloi se çfarë vlente vërtet. Mirënjohës që Marina kishte hyrë në jetën e tyre, sepse ishte përmes saj që mësuan se familja është një zgjedhje e përditshme, jo vetëm një rastësi biologjike. Atë natë, Roberti e vari pikturën në sallon, në vendin e nderit mbi Oxhak. Ishte një simbol i gjithçkaje që kishin ndërtuar bashkë, një familje e papërsosur por e vërtet, e themeluar jo në mungesën e dhimbjes, por në praninë e dashurisë së mjaftueshme për ta shndërruar dhimbjen në mençuri, humbjen në mirënjohje, fundin në një fillim të ri.
Kur vajzat shkuan të flinin, Roberti dhe Marina u ulën përballë pikturës, duke soditur 6 figurat që tani përfaqësonin realitetin e tyre. A mendon se kemi bërë zgjedhjet e duhura? Pyeti Marina, duke mbështetur kokën në shpatullën e Robertit në një intimitet të rehatshëm dhe vëllazëror që kishin zhvilluar. Mendoj se kemi bërë të vetmet zgjedhje që mund të bënim, u përgjigj Roberti. Zgjodhëm dashurinë në vend të frikës. Zgjodhëm praninë në vend të mungesës. Zgjodhëm të ndërtojmë në vend që thjesht të mbijetojmë. Marina buzëqeshi, duke parë drejt së ardhmes me një besim që nuk e kishte ndjerë prej vitesh. A mendon se Helena dhe Genti do ta aprovonin? Roberti shikoi figurat eterike në pikturë, duke ndjerë për herë të parë që nga aksidenti se mund të mendonte për Helenën pa dhimbje paralizuese. Jam i sigurt që po. Ata na deshën aq shumë sa të donin që ne të ishim të lumtur, edhe pa ta. Dhe tani jemi. Sofia u shfaq në derën e sallonit, ende me pijame, duke fërkuar syt e përgjumur. Nuk më zë gjumi, tha ajo me sinqeritetin e drejt për drejt të fëmijëve. Mund të rri me ju pak? Roberti e mori në krah dhe ajo u rehatua mes tij dhe Marinës në divan, të tre duke parë pikturën që tregonte historinë se si një familje mund të rilin nga hiri i një tjetre. Xhaxhi Robert, përshpëriti Sofia, pothuajse duke fjetur, a mendon se do të jemi një familje për gjithmonë? Për gjithmonë, u përgjigj Roberti, duke puthur ballin e vajzës. Sepse familja e vërtet është ajo që zgjedh të qëndrojë bashkë, çfarëdo që të ndodhë. Dhe ndërsa Sofia flinte në krahët e tij, Roberti e dinte se kishte gjetur pasurinë që asnjë sukses biznesi nuk mund ta ofronte. Pasurinë që mund ta përqafosh. Pasurinë që fal. Pasurinë që mbetet. Më në fund, ai ishte në shtëpi. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Robertit, Isabelës, Marinës dhe Sofis t'ju ketë prekur thellë në zemër. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim dhimbjeje, faljeje dhe rindërtimi familjar, lini pëlqimin tuaj, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se cili moment ju ka prekur më shumë. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë se si dashuria ka fuqinë të transformojë tragjeditë më të mëdha në fillime të reja. Histori që na kujtojnë se familja nuk është vetëm kush lind me ne, por kush zgjedh të qëndrojë pranë nesh kur gjithçka duket e humbur. Ju presim në episodin e ardhshëm, ku do të eksplorojmë sërish misteret më të thella të zemrës njerëzore dhe forcën transformuese të dashurisë së vërtetë.